e martë, dashi, kjo e martë të gjenë më të lodhur nga sa e pranon, disa gjëra nuk po ecin siç kishe menduar dhe kjo të krijon tension të brendshëm, mos u përpiq të kontrollosh gjithçka sepse jo çdo betejë fitohet sot. Demi, një ndjenjë boshllëku mund të shoqërojë gjatë ditës, edhe pse përpiqesh të ruar stabilitetin, diçka të mungon, mund të jetë një person, një mundësi apo thjesht një kohë që nuk kthehet më. Minjakët, fjalët sot nuk të dalin siç duhet dhe ke ndjesinë se nuk po kuptohesh. Një keq kuptim i vogël mund të lëndojë më shumë nga sa mendon. Kujdes me reagimet e nxituara. Daforia. Emocionet janë më të thella dhe të rënda këtë të martë, mund të rikthehen në kujtime që të trazojnë, kërkon afërsi, por nuk e gjen aty ku e pret. Luani, edhe pse përpiqesh të dukesh i fortë, brenda ka një lodhje që nuk shihet lehtë, një zhgënjim i vogël mund të të prek më shumë nga sa do që ta pranosh. Lërgjëresha, gjërat nuk dalin sipas planit dhe kjo të krijon ankth. Perfeksioni që kërkon sot është i paarritshëm, ndoshta duhet të pranosh që jo çdo gjë mund të kontrollohet. Peshorja, një vendim i vështirë të rëndon më shumë se zakonisht, mund të ndihesh i ndarë mes asaj që do dhe asaj që duhet të bësh. Balanca sot duket e largët. Akrepi, intensiteti yt të çon në mendime të thella dhe jo gjithmonë të lehta, mund të zbulosh një të vërtetë që nuk të pëlqen. Dita kërkon përmbajtje dhe durim. Shigjetari, optimizmi yt s'bëhet pak sot, një plan që nuk realizohet apo një pengesë e papritur të ulur ritmin, mos e humb besimin dhe pse dita duket e rëndë. Bërciapi, pesha e përgjegjësive ndihet më shumë këtë të martë, edhe pse vazhdon përpara, lodhja është e dukshme, ndoshta duhet të ndalesh për pak dhe të marrësh frym. Ujori, një ndjenjë izolimi mund të të kapi papritur, edhe mes njerëzve mund të ndihesh vetëm, dita kërkon më shumë të dëgjosh për veten. Peshqit, ndjeshmëria jote është në kulm dhe çdo gjë që ti të prek më thellë. Ndjeshmëria apo kujtimi mund të lëndojë më shumë nga sa duhet, merr kohë për veten.